Çdo orë e çdo ditë konfirmohet që grupet e interesit i kanë kapë partitë opozitore. Vendimi për me refuzu Fatmir Limën sot i Partisë Demokratike nuk është vendim as politik e as parimor. Zoti Limaj nuk do të jetë pjesë e listës së Partisë Demokratike të Kosovës. Klika e Urani Ismailit, e cila ka kapë këtë parti për interesa financiare e të pushtetit, po e kontrollon dhe po orienton këtë parti. Paramendojeni, i kërkun letër Fatmir Limajt, i kërkun me bo kërkesë për mu bashku, në mënyrë që me refuzu dhe me poshtru. Që ne nuk kemi as një kërkesë, në fakt, as nga zoti Lima për të bashkuar në listën e PDK-s. As nuk e takuan, as nuk negociuan me të, thjesht i thanë dërgona letër dhe pastaj i thanë jo. Këta i kanë shku në takime Albin Kurtit me SMS-a në WhatsApp. Ditë vikendit i në shku në takim. Sepse kanë prit që atje mund të marrin ndaj kulaq të pushtetit. Kjo nuk është e buzit dashur shtetar, votues të PDK-s, strukturat PDK-s. Këta nuk e kanë as për Juve, as për Partinë Demokratike, as ma pak për Kosovën. Këta kanë bo pazare, këta janë marrë vesh me këndo, këta janë shku në takime me këndo, kjo klik dhe ky grup. Nuk jam të folë për krejt Partinë Demokratike, normalisht. Jam të folë për këtë klik që e ka marrë peng për interesa personale. Është momenti vendimtar që kuvendit më asiguru një parti e cila është opozitore për një me ide, me parime dhe që ka konsistencë, që se ka synim pushtetin, po e ka synim opozitën, sepse pa opozitë s'ka as demokraci e as kontroll mbi qeveri, po s'ka as debat publik, s'ka as debat parlamentar. Prandaj dashur votues PDK-s në veçanti sonte. Refuzojeni këtë klik, le ta kupton mësimin, sepse i bën mirë demokracisë, sepse i bën mirë në fund edhe Partisë Demokratike.